E priste me shumë entuziazëm, ishte konfirmuar si banori Big Brother VIP5 vëllai Shpat Kasapit. Jemi të shokuar nga vdekja e tij. Ka humbur jetën në moshën 40 vjeç, këngëtari i njohur Shpat Kasapi. Lajmi tragjik i familjarëve u ka ardhur në orët e vona të së martës, ndërsa i ndodhej në Itali me bashkëshorten dhe djalin e tij të vogël për një kontroll mjekësor për të birin. Vllai i këngëtarit u shpreh se ndihma e shpejtë i është dhënë në banesë, por mjekët nuk kanë mundur të shpëtojnë, ndërsa dyshohet për një atak kardiak. Shpat Kasapi ishte konfirmuar si një nga banorët e Big Brother VIP Albania 5 që do të niste në dhjetor, ndërsa sipas të vllait Albinit, ai e priste me shumë entuziazëm, e kishte me qef, e pranoi me entuziazëm. Jemi të shokuar, jemi të dëshpëruar, iku, u shpreh ai. Në gjendje të rënduar dhe të shokuar nga lajmi, ai tha se po shpresonin që ky lajm që u erdhi nga Italia të mos ishte i vërtet, por për fat të keq vdekja e tij u konfirmua. I pyetur nëse më parë këngëtari ka patur probleme shëndetësore, vllai i tij tha se ka patur disa shqetësime të vogla nga zemra, por jo diçka serioze. Trupi i tij ndodhet në Itali, ndërsa në vijim pritet që të kryen procedurat për të mbritur pranë familjarëve. Artisti Shpat Kasapi ka lindur në 1 maj 1989 në Tetov, Maqedoninë e Veriut. Ndër vite, ai është njohur dhe është pëlqyer për këngët pop folk. Karrierën muzikore filloi që në moshë fare të re, ku pas disa prezantimeve në festivalet për fëmijë, fitoi edhe çmimin e parë në festivalin Bledzat 98 në Tetov në moshën 13 vjeç. Sukseset e para që paraqesin një urkaluese nga kënga për fëmijë. Në atë për të rritur ishin prezantimet dhe çmimi i parë në festivalin Këngët e Stinës 2002 në Tiranë, çmimi i publikut në festivalin Nota Fest 2003 në Shkup dhe çmimi i publikut në Albfest 2003 në Shkup. Menjëherë pas këtyre ai fitoi çmime të tjera në disa nga festivalet në Shqipëri, mes tyre çmimi si interpretuesi më i mirë në Top Fest 1. Shpat Kasapi deri më tani ka realizuar disa albume të suksesshme dhe mjaft të dëgjuara si Tash po kthehesh, Medikamenti, Axhamiu në vitin 2003, Do të vi një ditë në vitin 2004, Pa ty sjetoj në vitin 2005, Kush të ndau prej meje në vitin 2006, Se pranon në vitin 2007, Medikament 2010. Aktori do t'i mungoj familjes, miqve dhe të afërmve, skenës shqiptare dhe publikut.